Ushtarakët hapin zjarr të shpejt e të përpik. Pas mortajës ata marrin në dorë topat pas brapsje, mitralozët, automatikët, pushket. Azjesojnë objektivin me predhën dhe bërshkinë e parë dhe bëjnë kështu pionierë të një lëvizje të re të fuqishme në ushtrinë popullore. Dhe realizojnë të gjithë parullën të argjesojmë objektivin me predhën e parë. Situata e krijuar kërkon që qitja të bëhet në kohë të kufizuar dhe pa shtrafin mbështetës me grykat e zjarrit në stupe. Ndërkohë, në mbështetjen e zjarrit të artillerisë, këmbësoria hidhet në sulm. Numërorët e topave pas brapsje lëvizin së bashku me formacionin e luftimit të këmbësorëve. Duhet hapur zjarr edhe në kushte të tilla. Artillerët tanë janë të përgatitur për këtë. Shenjat argjesohen dhe artillerët vazhdojnë lëvizjen përpara. Të partjet kanë dalë në vijën e caktuar. Pra një tokë të vjetër të një kështjelle të lashtë, artillerët pushojnë dhe dëgjojnë komandantin